Ju fut muzikës shumë e re, vazhdon edhe vetë jetë akoma e re. E kam fjallën për 21 vjeçare Neni Koqi, e cila vjen sonte në prive për na shpalosur më shumë detaje sa i përket jetës dhe studimeve të saj në Angli, gjithashtu pauzës në muzikë dhe rikthimit në tregun muzikor. Për detaje më të hollësishme, ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Vlorian Halili. Ka përshkripët lypi, po s'po gjejtë mo. Sot është 21 vjeçe, teksa në moshën 12 vjeçare nisi të këndoj. E vogla Eni Koqi tashmë një vajzë e rritur, seksi dhe një nga këngëtarët më të kërkuara në Shqipëri. Ajo gjatë karrierës së saj pati hite si Tek ty, Je gjithçka, bashkëpunimi me Noizin, ndërsa kënga Diva me Capital D ishte ndër më të dëgjuarat e kohës. Gjithçka kishte kohën e vet dhe ajo përkundër suksesit që po shijonte në anën tjetër edhe po pauzonte me muzikën. Tashmë unë jam shpërngulur përfundimisht në Angli. Jam për një periudhë shumë të shkurtër këtu sepse po sjell projekte të reja. Domethënë ajo pauza që unë bëra për arsye të shkollës nuk ka ngel çik kështu, domethënë nuk largohesh dot nga pasioni jot, sido që të jetë puna. Këtë vit kam shumë plane, edhe po përpiqem të bëj maksimumin që unë të mund t'i balancoj të dyja dhe të kem kohë edhe për muzikë, edhe për shkollë. Besojmë që të gjithë e din Eni dhe Greta janë motra që i takojnë të dyja profesionit të njëjtë. Muzika për to thot shumë, edhe pse të së njëjtës rrym që të dyja mes vete dallojnë goxha. Eni reprezentohet e bukur, ndërsa Greta zonja në publik. Shpesh, për shembull, më shkruajnë shumë persona, shumë fansa në internet, Instagram, Facebook, kur do ketë një bashkëpunim me Greta, dhe unë po e zbuloj këtu ekskluzivisht që në 2017 do ketë një bashkëpunim me Greta. Thjesht jemi në mbëdyshje, domethënë për tematikën e këngës, se dy motra, çfarë mund të bëjnë, çfarë mund të këndojnë, kujt mund t'i këndojnë. Para disa vitesh në lajmet e rubrikave roz dolën shumë të vërteta, të pavërteta lidhur me Enin dhe Noizin. Kjo gjë nuk u komentua direkt nga këngëtarët protagonist asnjëherë deri në këto momente. Atëherë unë kam bashkëpunuar me Noizin, kam qenë goxha e vogël në moshë, domethënë rreth moshës maksimumi 15 vjeç ka përfunduar bashkëpunimi i dytë, një gjithçka. Rezultuan të dyja bashkëpunime tepër të suksesshme. Mes meje dhe Noizit nuk ka pasur kur asgjë më shumë se sa miqësi dhe bashkëpunim në muzikë. Vazhdon të jetë një koleg dhe një mik shumë i mirë, por nuk e di pse ne shqiptarët kemi shumë qejf që ti te kalojmë ato me llaf, ato gjërat. Kur është punë. Kur nuk ke fakte, kur nuk ke gjëra për diçka më shumë, atëherë nuk kam se ta aludojnë kotën kot. Ka qenë thjesht një bashkëpunim me të dhe do vazhdoj të jetë koleg mjaft i mirë, asnjë lloj gjë më shumë, absolutisht jam. Këngëtarja është mjaft atraktive dhe për këtë vështirë të besohet që është beqare. Madje gjatë viteve që i lan pas, emri të saj u vun lloj-lloj dashurish. Sot, si qëndron Eni dhe marrëdhënia e ngushtë me ndonjë mashkull? Jo, faktikisht prioritetet e mia janë tjetër për tjetër tani, jam e përkushtuar në karrierë, jam e përkushtuar në shkollë. Çdo gjë ka momentin e vet, çdo gjë ka kohën e saj, kështu që tani për tani prioritetet e mia janë krejtësisht ndrysh. Nuk jam fare fokusuar nga atë pjesë dhe nuk kam asgjë. Domethënë hala vesh. Dhe që po thoje? Secili këngëtar ka fansat e vet gjithandej, por një histori si të Enit që dikush mund të jetojë me të vetëm vizualisht nuk na do mendja që e ka përjetuar. Shohemi në mëngjes, isha me mamin edhe me Greta në shtëpi, kur i bie telefoni Gretës, edhe i thot, alo, i thot, ku nati jot jam? Greta dhe shqipërime, po Greta ishte në dieni të kësaj situate. Që e tha, po të kalit taksistin, tha se jam në Tiranë, kam marrë me taku gruan, tha, edhe vllaznit, edhe Abdullah. Në mendjen e tij, babi im ose informacionet që kam marrë, babi im quhet Abdullah. Okej, thot, kalon taksistin, thot Greta zbrite nga makina se nuk e njohim atë njeri, nuk ka lidhje fare. Ky bëri e zbritja i taksisti, kishte hip taksi tjetër, kishte pyetur gjithë Tiranën se ku e kemi shtëpinë.
Se 1 orë veç ku trokete dera shtëpis, I del mami, thot, desha me fol tha burri i Enit jam tha, desha me fol tha me Abdullahun, tha me vllaznit e Enit, tha me i lyp dorën tha. Qara Abdullahu mor ti djali tha mami, a jenë Terezit i si ka ardhur nga Kosova në Tiranë? Jo tha unë si ke tha pa taku Abdullahun. Ne jo kështu ja ashtu bëri iku, tashi unë kur nxjerr një foto, që është qik kështu me gjëra të shkurtra, që si kështu, edhe më lë të kuptoj dhe më thënë më fyë në rënd me ato mesazhe dhe më thotë që unë si burri jot jam tepër i ofenduar që ti del kështu. Edhe më ka marrë malli, më thotë më ço garancin që të vi të takoj në Angli. Është shumë i lezetshëm. Unë e përshëndes se patjetër që po e shef intervistën dhe patjetër që e ka kuptuar që e kam me të. Të paditura rreth të preferuarve tuaj mund të keni vazhdimisht. E ndoshta edhe ky lajm ju ka shpëtuar nga duart. Eni, nga revistat bosnjake dhe ato maqedonase është cilësuar si një ndër femrat më të bukura të Ballkanit. Këngëtare në heshtje po tërheq vëmendjen e tregut të afërm. Në fakt ishte pak surprizuese. Gjithsesi më bë shumë qejf, kishin bërë një biografi të shkurtër, si ka startuar muzika, mosha ime, ku jetoj, sa informacione nuk i kishin shumë të sakta. Por më bë shumë qejf që sido që të jetë një artist shqiptar, një figurë shqiptare, një femër shqiptare, vlerësohet edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Kështu që ishte kënaqësi, shpresoj të vazhdoj edhe më tej. Në fakt më shkonte për muaj me radhë, gati po çdo ditë, më thënë nga mëngjesi në darkë vazhdonte të bënte monolog, më kishte gjetur emailin im nuk pushonte kurrë, vazhdonte pi, fillonte mirëmëngjes, mbaronte me natën e mirë gruaja ime. Eni Koqi, duke punuar rreth muzikës do të jetë deri në muajin mars në Shqipëri. Rrugtimi i saj do të vazhdojë në Angli ku këngëtarja do të kthehet të vazhdojë studimet dhe jetesën e saj përgjithmonë atje.